Përmes penelatave të shpejta dhe miksimit të ngjyrave të forta, marrin jetë tablot e Estia Luadit, nxënëse e klasës së 9 në një nga shkollat jo publike të Durrësit, megjithëse ka marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive në Durrës dhe Tiranë, ku është nderuar me çmime të rëndësishme. Pas ditën e së hënës, ajo hapi në ambientet e QKF-s, ekspozitën e saj të parë personale të titulluar Harmoni ngjyrash. Me rreth 30 tablo dhe skica në barë dhe zi, artistja e vogël shpalosi para bashkëmoshatarëve të saj dhe ardashësve dursak talentin e saj në artin pamor. Kam emocione dhe jam normalisht shumë e lumtur për hapjen e ekspozitës sime të parë. Shumica e pikturave të mëdha përfshin periudhën më së fundme, kurse pikturat më të vogla kanë qenë në vitet më përpara. Çfarë të pëlqen të pikturosh më tepër? Më shumë piktura që janë me ngjyra, duke krijuar kontraste ngjyrash. Pse ngjyrat, pse këtë miksim ngjyrash? Besoj se ngjyrat është gjëja e parë që bie në sy dhe japin një ndjesim më të bukur. Për mësuesen e saj të pikturës Edmonda Rotani, pikturat e Estias janë plot dritë dhe jetë, siç është dhe vetë bota e saj shpirtërore. Penelatat i ka shumë të shkastra, nuk është se mendon, nuk ka të frikën e ngjyrave apo gjërave apo të formave. Kështu që kjo e karakterizon dhe së fundi ka dëshirë t'i bëjë çik edhe më me përmasa më të mëdha këto punimet e saj. Ekspozita e 14 vjeçares Estia Luadi do të qëndrojë hapur në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve deri ditën e shtunë.